Do rikë tani juve? Jo, Berisha do shkojnë SPAK për 1 janari. Dëgjo. Është një temë ka kaq vjet. Ka kaq vjet. Sali Berisha po të ishe në një shtet demokratik në Evropë ose në Amerikë, do kishe burg të përjetshëm. Jo njerë për 4-5 herë. Jo vetëm për 1 janari, thonë ju, po edhe për doma të tjera. Jo, themi edhe, po t'ja punë, e para. Firma piramidale, që e gjvesh populli, pjellë vjeku lekun. Edhe dele atje dhe thot që leku është i pastër. E në fshatarët e shket nuk lanë bakti, lope, gomare, pasuri, mere, shit, edhe e ka të ndisit të vërë, edhe heri puna, gjithë pasurie popullit shket shkorat. Kjo ishte një? Një, e dyta. Vim të kë hodhi ra shteti brenda minutit. Ra shteti brenda minutit. Mori veriun e hodhi në kundërveprim kundra jugut, dhe në 97-a beri atë që sot e vojmë edhe sot. Pra ti po thua që Berisha bëri këndasim veriu? Pa ishe president, a ishe kryeministër. 2. Kush fitoi më shumë në ato, veriu apo ju? Kush fitoi më shumë në ato? Pra kush ishte më i fuqishëm, veriu apo ju? Jo, këtu nuk ka fitim. Këtu e pësoj populli. Nuk ka fitim atë. Ndarjen dhe Këtu nuk ka, këtu beri për qarjen. Të përqaj unë popullin, unë jam në jugu, edhe të urrej unë veri unë, nemi shqiptar. 2. E treta, erdi problemi i 20 janarit, mund të protestoj, mund të bëj, por të rri unë atje për teja, ose ti me mua, edhe të hapet zjarë. Unë e di si hapet e kush e jep urdhëri. Aje ka thënë vetë tani, aje u shpreh që është krim shtetëror, po pa dashje. Ku ka krim shtetëror pa dashje këtu më burë? Ti ke vrarë 4 veta në trotuar. Edhe lënë ata. Pse pikërisht të vej në organet më të larta të evropiane edhe ta përcaktoj që është krim shtetëror? E mos ta përcaktoj gjykatat e prokuroria shqiptare? pse ndodhi? Kjo ndodh sepse janë servilat, janë të paaftit, lere këtë e të shë, edhe mbroj mua, që unë ka bërë krim, edhe lene të që të pa. Teza e ish-kryeministit ose Berishës është që thot, unë thjesht e bëra këtë përmbrojtje, por fajtori thot ai është opozita e asaj kohe që mblodhi popullin shesh. Zotëri, unë do protestoj. Kam drejtë të time, ma jep ligje të protestoj. Ti s'kem që të mbash snajper, aja tha shprej u vetë. Një snajper e kisha lartë të ratë, një kisha të tera, një kisha këtë. Orë të lutem shumë kush i vrau. Ti e kryeministër, lutë basha ka qenë ministri brendshëm, kush e dha urdhëri? Të dali, kush e dha urdhëri? Të vrasu ti duke ndaj me mua në bulevard? Ja, ka niku 4 jetë njerëzish. Qajnë fëmijët për baban. E kuptoni? Na sa shifni ju situatën në vend. A mendo se do ketë një tritje shile në fund tunelit? Pra, mund të zbardhet kjo ngjarje? Kjo SPAK-u të shkoj edhe zbardhet, jo ka mundësi, ka shumë mundësi. Pavarësisht harrohet, por kalon koha, por nuk harrohet. Gjaku nuk... ata SPAK-u kam besim të SPAK-u që do të shkoj deri fund edhe të verë për para përgjegjësisë kush do qoftë. Edhe unë t'jen. Qofse unë kam dhe në urdhër, kam bërë këtë të vete atje ku e meritoj. E kupton? Sepse ka vrarë njerëzit. U bën gati 13 vjet e SPAK-u ende nuk ka një përgjigje të saktë. Ajo është... Qa e mban peng SPAK-un që
t'japi vend. Asgjë se banë. Është që ke vështirë sepse do t'i kalohet nga aja që të vete zheja. Do me thënë, rrjedhë dhe zjerit përgjësit, e se cilit. Kush këmban përgjësi? Kush ato dhe një për një. Një dhe të vetë, edhe se cilit dhe marra të ke meriton. Unë për këta, edhe unë, ti tjesh, të vesh ti atë me mua, të shkojmë kaluj rrugës, të marë plumbi, të më vrasit, nuk e farë. Kështu është. Qofsh mirë, je gjithmonë gjigant. Ju jeni të mrekullueshëm. Tani unë ku do ta shikoj këtë emision? Do dali tek Shqeto. Poshtë. Në YouTube, ti lëshon Perla. Kur do.